Sabah, ndrek, masi qenie, në akşam, njatësi, filloje ditën tonë, vazhdoje ditën tonë dhe përfundoje ditën tonë me Kur'an. Jeta jote të bekohet, jeta jote ka kuptimin e vetë edhe normalisht krejt brengat, krejt telashet, krejt problemet, krejt si ndryshe kanë me kalu. Sot mas namazit sabahut e takova një besimtar të Shkupit, i cili ka përmi 70 vjetë, hala punon fizikisht, edhe për ditë kur dalin për xhamie, e takojmë atë të dalë për xhamie dhe të shkon në punë, herën sabah, e i thash, o Haxhi, hala besnalësh, veç po punon, po tha, elhamdulillah Allahut, masi ma ka mundësu, çdo ditë ka një gjust Kur'anit me lezu, tha, kjo mu mjep takat, e kjo mjep fuqi, e kjo mu mjep vullnet, edhe sa të kam mundësi, s'ka mu nalë, ka me vazhdu. Thash, valla mire ki thonë, shumë fjalë me vend ki thonë, Kur'ani edhe t'jep dije, edhe t'jep iman, edhe t'jep fuqi, edhe t'jep vullnet, edhe t'jep shëndet, edhe t'jep bereqet, edhe t'jep zgjidhet problemeve tana të mirat që i kërkon njeriu i gjenë në Kur'an, lum ai i cili e kalon jetën e tij me Kur'an. O Allah, na bëj krejt neve për atyre që jetojnë me Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, e shoqërojnë Kur'anin, mësojnë prej Kur'anit, punojnë sipas Kur'anit. O vllazni, e dini çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur'ani ka mu bo shok i besimtarit. Yuqalu li sahibil Kur'an, i thuhet shokit të Kur'anit. Do më thonë ti edhe Kur'ani të boni shok të pandar. Se cili për neve ka diken shok të ngusht, gjatë kohë rinë me te, bën muhabet me te, i qanë halët me te. E këtu po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti bënu shok me Kur'anin, mos u ndaj prej Kur'anit. Muhabetet tuja që i ki qaj para Kur'anit, konsultohu me Kur'anin, atëherë do fitosh bereqetin, udhëzimin, ndërmjetësimin dhe ngritjen e gradave të larta në xhenet me Kur'an. Yuqalu li sahibil Kur'ani yawm al-qiyamati iqra wartaqi, lezo edhe ngritu për pjet në xhenet, në derexhet e xhenetit, deri kur o Zot, derisa ta lexojsh ajetin e fundit të Kur'anit. Para mendo vllazni, çfarë vlerë e madhe është me kon hafiz i Kur'anit, me ditë shumë sure nga Kur'ani, po e më e madhe se kjo me jetu, me punu, me këtë Kur'an, gradat e tuja janë shumë të larta në ahiret. Allahu na bëft të këtill inshallah taala. O Allah, bëje Kur'anin dritë të zemrave tona, udhëzim të jetave tona dhe shpëtim e ngritjet gradave në ahiret.